Vatani nuk mbrohet vetëm me armë, por mbi të gjitha mbrohet me popullsi të shëndosh, të arsimuar dhe të ndërgjegjshme. Në këtë kuptim, nataliteti është një lidhje fort strategjike për mbijetesën kombëtare, sidomos në rajonet ku shqiptarët janë pakic ose të rrezikuar nga asimilimi. Në këto kushte, rënja e natalitetit është një alarm kombëtar. Shteti duhet të reagojë me shpejtësi të madhe, të mbështes familjet me politika pronatalitetit, siç janë punësimi i dy prindërve, lehtësimet ekonomike, mbështetja për nënat shtatzana, kujdesi për fëmijët e tjerë. Shteti duhet të ketë strategji konkrete për ndihmë ekonomike, arsimore, shëndetësore dhe sociale për këto familje dhe këta fëmijë. Dhe çdo çift të cilët kanë 4 me shumë fëmijë, i propozoj qeverisë që t'i adhuroj të gjithëve nga një banesë, gratis. Kjo nuk është thjesht vetëm nevojë ekonomike për këto familje, por është edhe përgjegjësi morale, fetare dhe kombëtare, sepse duke përkrahur familjen e madhe, ne ndërtojmë një shoqëri të shëndosh dhe një të ardhme të qëndrueshme. Duke pasur bindjen se këto familje nuk janë barë për shoqërinë tonë, por ato janë garanci për të ardhmen e sigurt të vatanit tonë të dashur.